Nuk ka ende një reagim zyrtar nga Moska e lidhur me propozimin e Washingtonit për një armëpushim 30 ditor me Kievin, që do të shërbente si bazë për një marrëveshje paqe afatgjatë. Megjithatë, sipas burimeve të agjencisë Reuters, Kremlini ka paraqitur një listë kërkesash për të pranuar këtë armëpushim. Edhe pse detajet e kërkesave ruse nuk janë publike, burimet theksojnë se ato janë të ngjashme me kushtet e mëparshme të paraqituara nga Moska. Këto përfshin ndalimin e anëtarësimit të Ukrainës në NATO, largimin e trupave të huaja nga territori i Ukrainës dhe njëjtje ndërkombëtare të pretendimeve të Rusisë mbi Krimin dhe 4 provincat e poshtuara ukrainase. Megjithatë, angazhimi i presidentit rus Vladimir Putin për këtë marrëveshje mbetet i pasigurt, me disa zyrtarë amerikanë që druhen se ai mund të shfrytëzojë armëpushimin për të intensifikuar përpjekjet për të përçarë perëndimin dhe për të minuar çdo negociatë të ardhshme. Për herë të parë që nga nisja e mandatit të dytë të presidentit amerikan Donald Trump në janar dhe përpjekjeve të tij për t'i dhënë fund luftës, Moska gjendet në presionin më të madh nga SBA-ja për të treguar angazhimin e saj ndaj paqes. Trump bëri të ditur se këtë të mërkur, zyrtarë amerikanë janë nisur drejt Moskës për bisedime, pasi Ukraina tashmë është pajtuar me planin amerikan për një armëpushim të menjëhershëm 30 ditor, me mundësinë e zgjatjes së tij në varësi të ecurisë së negociatave. Negociatat e pritshme mes SBA-s dhe Rusisë mund të sjellin një zhvillim të rëndësishëm në përfundimin e konfliktit, megjithatë mbetet e paqartë nëse palët do të arrijnë një marrëveshje të qëndrueshme.